Ebi Amri thot, i ka thonë ky pejgamberit alayhis salatu wassalam, ja Rasulallah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Shiqani çfarë pyetja ka bo. Ka thonë ja Rasulallah, ama mëson një fjalë, ama mëson një fjalë që pas teje nuk kam nevojë me pyet askënd në jetë. La ilaha illallah. Ja Rasulallah, ama mëson një fjalë, po kur të ndana prej teje, mos me pas deri sa të vdes e ta takoj Zotin tim me pyet askënd mas ti momenti. Është vllazën interesant kur e dëgjoni bisedat e shokëve të pejgamberit alayhis salam me Rasulullahin, është shumë interesant me analizu pyetjet që i kanë bërë. Pyetjet janë shumë interesante. 90% po themi, pyetjet e sahabëve të pejgamberit lidhen me xhennetin, lidhen me Allahun, me dashurinë për Allahun, me frikën prej xhehenemit, këto pyetje janë. I tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, po ta mësoj atë fjalë që s'kime pas nevoj asken pas me pyet më për një fjalë tjetër. Tha thuaj, fjala e parë tha, thuj, amantu billah, kom besu Allahun një. Amantu billah, kom besu Allahun një. Tha masi ta thu këtë fjalë, thumë mestaqim, tha pastaj ndaj kësaj fjale gati. Ndaj kësaj fjale gati. Deli zot kësaj fjale. Ja Rasulallah, a më mëson një fjalë që nuk do të kem nevoj pas teje me pyet dikon tjetër? Tha po. Tha thuaj, amantu billah, kom besu Allahun. Tha masi ta thu këtë fjalë, atëherë jepja hakin kësaj fjale. Deli zot kësaj dëshmije. E thash edhe më herët, edhe njerët e dashur të mi, dëshiroj të potencoj fuqishëm besimi i drejt në Allahun një, nuk është vetëm një deklarat goje, nuk është vetëm një deklarat, po duhet patjetër me thonë me gjuhë, por kjo ka pastaj obligime, ka detyrime, ka përgjegjësi, ka peshë, e cila neve na obligon, me i ndajt gati kësaj fjale dhe me ju përgjigj kërkesave, detyrave që kjo fjalë neve në obligon në jetën tonë deri në takimin me Allahun xhalla xhelaluhu. Deri në takimin tonë me Allahun xhalla xhelaluhu.